Ky tuneli është një lloj një tunel në hapësirë, po edhe në kohë, në kuptimin që ndërkohë që ne e përshkruajmë, për tuneli vetë përshkruhet edhe nga këto filmat videot që janë gjithmonë në çift, është një lloj çifti ku dy filma komplementojnë njëri tjetrin. Aktualisht filmi që po shohim quhet Take Over, ku është një raport midis Marsejezës dhe Internacionales, por gjithashtu edhe midis një pianisti dhe një pianoje mekanike që luan vetë. Pra është pak ky tensioni midis dy këngëve, të dyja që në gjenesën e tyre janë këngë revolucionare, por që kanë marrë kahe të ndryshme ose mund të interpretohen në mënyra të ndryshme sipas pozicioneve politike të dëgjuesve. Një francez kur dëgjon Marsejezën nuk krijohen po ato ndjesi ndoshta si një person në Algjeri apo në Marok apo në vende që kanë qenë koloni franceze që nuk është më kënga e revolucionit, por mund të jetë himni i atyre që i kanë kolonizuar.